Dashur vëllezër dhe motra, filozofia e fesë bazohet në 3 dualitete, të cilat e arrin në një farforme harmoninë për njeriu në këtë ekzistencë. E para, besimi në absolutën përballë relatives. Ne i besojmë në një Zot absolut. Besimi në absolutën përballë relatives. Domethënë, ne në njërin anë besojmë që Zoti është absolut në gjitha cilësitë e tij, dhe anën tjetër besojmë që gjithçka vetë Zotit është relativ. E dyta, besojmë në një botë tjetër të përhershme, të përjetshme, përballë një bote reale të përkohshme. Dhe e treta, besojmë në dimensionin shpirtëror përballë dimensionit material. Çdo parregullsi në këto 3 dualitete do ta bëj një person më pak në harmoni me universin dhe rrjedhimisht më pak të lumtur në këtë jetë. Çdo kputje, çdo dobësim në besim të absolutës rezulton me dobësim të njeriut në jetën reale. Çdo shkputje me botën tjetër rezulton me humbje të paqes, sigurisë dhe drejtësisë në këtë botë. Dhe çdo shkputje e shpirtit me materjen nënkupton humbje kuptimit kësaj jete. Prandaj Islami erdhi me harmonizimin ose erdhi me ndërtimin e doktrinës së saj ekskluzivisht mbi këto 3 baza. Besimin në absolutën përballë relatives, besimin në botën e përtejme, besimin në botën e përjetshme përballë një bote reale të përkohshme dhe besimin në botën e shpirtit dhe shpirtërorën përballë materjes.